Ky emision mundësohet nga Jalil, Përshëndetje Venar. si je? Mirë, faleminderit. Te, si je? Po ma herbe që ta bëjmë një temë që asnjëherë se kena prek, që e 93 javë, e do isha thjesht ta shohëm një ri, i 96-ës, që është të bon nëm të paktën që 5 vjetë sa të ndjeki unë, Po, me fermë. eksakt. Si shkon Allah, si ngrajër sabat, e në gjë është punë e parë, që po. Shef, fillimisht ne ina sezonjera. Okej. Do me thënë, kina dy sezona. Sezonën e dimnit e në normal sezonën e verës. Okej. Realisht atë ne për shkak sharit, për shkak se shumë ka ofdo Arnalt, sezona nesën pak ma vonë, me thënë, qershore ti që. Bile këtë verë, mendoj se dhe nesën e pak ma vonë janë 20 ditë. Deri sa shkrihet bu. Po, une si bujk moder ose fermer i ri i kësaj zonës, e në pse Bujk si me na TikTok. po, e në pse si na të rinë këtë lëmi. Dita jonë nesën në sezon 4-5 maksimum mëngjes grona, e pajmë ka një kafe, e në start. Fillimisht të të kallëzoj si me nesë shtënjit shkoj Po, naltë pa tjetër. ti sosi punët. Dhe me thonë, shkojmë një herë e bëjmë, i mbledhim kolt, i pregaditim, vajem shalat, e ne i kena hazër, i presim turistat që kanë bërë rezervime për të shku në Leshnec ose pavarësisht. Shëtitja Çfarë- me kuaj. Po, shëtitja me kuaj. Mas andej, në ndërkohë, bëjmë edhe një ndimes derisa bëhet dreka, ka vend, i mjelim, Okej. procedurat këtë që i ka. Nëse ka njerëz për të mjel, okej, nëse s'ka him ne. Me thonë, e kryjme në atë obligim, të shohen dhend, e ham bukën, e ne janesim ditën këtë pjesën ku duhet mirë në me pjesën e gastronomisë, përgatitim ushqim. Për kështu të me radhë. restorani. Po, për të Të restorani. bujtinë. Po. Okej, do më thonë ti ke përfshime ditën prej në 4, o të shes do në svet. Qa është ta valla me një farë forme, me thonë, paka shumë sezon punojme në pa orar. Për shkak se ndoshta ka mungesën e stafit, e në detirana t'i kryjmë këtë obligimet vetë. A i kin drejt kësaj punës? Shef, unë mendoj se shumica e të rive, nuk e di shteja janë vetë disa, ama këtë punë e marrin si, dhe kësha thonë, ofendim, ave ki qobonë, Po. edhin në këtë aspekt, hala nuk Po, ina ne o të çoboni disom që se 10.000 gjejnë ato euro. po, të lutem. Unë shumë vë sugjerau, nejsin të krijojnë dhe një biznes të vogël në këtë lëmi, se besoj avlen. Okay. Ka shumë punë, ama është punë e ndershme, punë qetësuese me një fjalë. Se tej mas pari nuk i hiki zhurmës, e di qetësi maksimale, me thënë punësh me blegtori në përgjithësi, është një farë qetësi shpirtërore. Ma përpara këtë duhet ta shohim Po, ne. këtë që e thu ti, unë e kam praktik, ta kom tregu krejt si e kom bo, në 100% është e vërtet. Me kënaqësi, thomë se Halili e të folën të vërtetën, Po. jo se jom të i bo qifin Halilit, po Jo, vetë e kom provu. kjo është fakt, se shumica e njerëzive, kur i kapën stresi ose të njëset në bingarkesa e qytetit, me thonë hikin në marë, Po, qetësohen, po. apo jo? Kjo është fakt, unë as nuk foli as për unë folin për gjithësi. Po, Mas edhe- pari, mu së mbohet si punë bajat. E në pse ka lodhje shumë, ama në aksham, kur të veja akshami vlla, unë e dalë ataj për para bujtinës, e paj një kafe, vend, qend, kuajt, që ajo ta jep e shoj se si punë është shumë e merë. Po, pa tjetër, për 100%. Si mesazh kësha dhonë këtij të rive se nuk o vonë asnjëherë për ta nes një biznis ferm ose ku e di çi. Ta jep, A u kështë ndimu të rive po. me të paktën me informacione se ka në internet, edhe pse thonë Patjetër, ChatGPT-ja jo kjo, prap në këto informacione Ja, valla, të shefe, mangëta. një mesazh duhet ta marrësh për një njeri që është të e bën çat punë. Po, Ta normal. kuptosh. Nëse unë kom pas shumë raste ka desht qele dhe një ble lop. Ne s'kena pas shumë njohuri me lopi, kom thonë vlla, mund të mpesësh për koj, për dhen, për turizëm për gjithësi,
lop s'kina, ka 2 vjetë se i kina bli lopët, nuk kisha qash një uri. Ama i thash, ja vlen. Po, Se normal. taj normal dënej ish me 4 penjes. Ato jonë krijes gjishtohen. Po, Edin, po. vetëm duhet ti kultivojsh vetë, miresh me ato. Kujdesesh mbi. Nesër mas nesër te i kije pjesin, 10-15, po. Alla ato i shet, bon biznis. Po, asaj përket punës dhemve, këtine kush do që më ka pajet, ja kom dhonë qatë mesazhi, një me i duhet ati, edin që mund t'i ndajfe, ta dije ku shkon. Se shumica mund ta kenë si ideja, ama se din nesër që mund të ndodhe. Po. Dhe unë ja kom kallëzau realitetin, vlla, mund të ndodhe që kjo mund të ndodhe. Ene në fund e ka bo një kalkulim, ka ramë përfundim se okej, ja vlen, unë mund kom kapacitetin për t'i bli 100 copa, për t'a bo një farë shtallet vogël, e ne t'ja nesi si fillim A dhe biznesi. nisi e dikun. Po, Se ma mirë është nisish dikun me pak, se sa ma nisish hiq. ma merë vonë se kur. Po tjetër. Po tjetër, tregom, E në njëse arova ceki. Ne shtash e kina hap një diqon të ri shitjeve po. produkteve tona, bio, gjathit, qumshtit, kosit, gjizës, e kena një diqon shtau në qërshin e përme. Në fillim, ne kina shku ma atë ide që IG ka dhend, IG ka djathin, nëse s'ka ku ta shese, ne va kina bot mundshme fermerve të ri që produktet e veta të vejnë t'i shesin të diqoni jo. du më thonë ju jeni ura mes klientit edhe fermerit. Po, nëse aj nuk ka të rek, mund të lirisht veje ta bere bilmetin të diqoni jo, e ne t'i shajtë. Ja shit një. Po, se realisht, shtasht numri i dhemve pak karam për gjithësi. Okej. E në pse ne jena si ferë me madhe në Maqedoni, ama prap numri shkon të uzvoglau. Kërkesat janë të mdoja. Ne i bëjmë 1500 deri në 2000 konta djath. Këto ka shumë restorante, shumë njerëz që duan të marrin djath kvalitet, e ne harxhohet shpejt. E në pse jo të vapi mundësin. Nevoja e tregut, ama tjese djath original. Unë e pranoj ataj vetëm produkte bio. Nëse taj kije për të shajtë qësi produkte, pse jo? Mund t'i bish, t'i shesish ataj ndiqon, kërkuj kur gjë. Halil, të regom, të ka ndryshu organizmi prej kur ke nis të hash healthy, të shëndetshëm? 95%. 95%. Po. Përveç cigarës. 95% dhe nëpse mu pak më pengon ajo pjesa e kuzhinës, se kush punon kuzhinë e din si është. Okay. Për ndryshe, unë do t'a kallëzoj një rast në punën e shëndetit. Para 2-3 vjetëve e menaxhojsha këtë pjesën e kalorimit. Okej. E ne normal kite din se hecmjat bën merë. Unë në 5 sabah unë ngronsha, ma pak i bësha një 5 km, derisa të shkojti marrë kuajt në, 6.000 ti pregaditi. Në fillimet tona, kena pas pak munges të kuajve, shumë njerës, dhe një herë pranojsha që unë të hecin kom, do me thonë 10 km në dit i bësha në kom. E lisha misafirin t'i Benkal, unë e për viti, po, isha udhëheqës në kom. Okay. Ajo më boni qaq fit mu, që se kishe idenë, edhin u të qelësha me një fjallë, edhi farë energji e kishe, një me pak u lotë që më mbromje dhe pushësh, du të thomë shumë e shëndeshme. Mas andi, fillova në kuzhinë e automatikisht nuk hec ishte, edhin punojsh në vend ataj, ishte pak problem kjo pjesa. Me qenë se je në ajër klasër shëndeshëm, ama sa dhe pak ka dalim, varet se qëfar punë e bëjsh. Cili është mesazhi jot për të tovarët në përgjithësi rreth mënyrës se si sheh, si han, po edhe shqiptarët gjithandej në Maqedoni, normalisht jo vetëm për të tovarët. Ushqimin që e sheh që e han për ditë edhe në krahasim me atë që e prodhojnë fermerët e ri. Shefe, dallimi është nata me ditën. Me thonë, unë vukësha sugjerau sa ma shumë të hanë produkte bio, ta dije ku e merë, se dallimi është shumë i madh. Me thonë, ne vetë fëmijëve tonë shkojmë vublim kospin në market. Atë kosin nuk e dim, ne gjip farë përbërës kam renda, e marë si shembull. Se sa ditë kanë dejtë. Po, se vlla marrë i shpinë në market, ataj nuk e dihet gjibohet, sa rej, gjirej. Kështu që ushqimi ka të bëjë shumë në jetën e përditshme, du të zgjedhim se gjiham. Se di, nuk kom koment për ushqimet që i konsumojmë, e në ne vetë dhe njerë i konsumojmë.
Unë shpesherë babi im çorton se mo produktet që i ofrojmë ne jam bo bajat të i hongër për ditë, dhe ne njeri duhet të ndroje. E ne kur më shef të hongër pashtet ose dhe një pavllak thot valla tu e pas mishin be aha njeri pashtet. Shembull konkret. Te nuk je merr me mend. Uj thoma be du të ndroj dhe njerë se ma bo bajat, e din. Ama edhe jo shëndetshëm të hash njerë muj nuk është e dom. Po, jo, nuk foli për njerë di, foli në stop të hash, e din, të di që... Tregom rëndësia e aktivitetit tënd në shëndetin mendor. A je ma i qetë? Normal. Jeta në qytetin e nalt ka shumë dallim. Më thënë atje je qetësi maksimale, plus e në njerëzit që vajnë në atë kruk janë njerëz pozitiv. Kjetë bësh me lloj njeri. E din automatikisht krijohet një pozitivitet gjithë përfshirës. Më thënë kjetë bësh me njerëz që kanë dalë për të relaksau. E din ka shumë do me thonje njerë mas pari qëndrojsh e gjenalt. E në njerëzit gjithë vajnë janë kitë pozitiv, krijohet një atmosferë. Automatikisht, kur vajnë një njerë që janë negativ, thash Allah, sën mire me din. Nuk ta duron në gjithë. S'ta duron, se ta jem sallë në stop, qetë, rahat. Edhi ka shumë ndryshim. Ate kështë jetu në banes? Asnjëherë. Asnjëherë. Jo, veç për banese. Si jom sa unë traj më shelo, vda. Tregom, Halil, kë dyqani me produkte bio, e përmende pak, kur e ke hap, ka shumë shpejt, Ka 3 muj. Po, Po. ti moj e qim stres. A ka sukses? A ka interes njerëzit? Ka interes vetëm ne e qelëm me një farë kohë jo të përshtatshme, e nepse kishim produkte se hala si kishim shajt kinxhat në atë zonë të mjelim vend, nuk kishna produkte qartë sa dohet. Megjithatë, për qatë periudhë, për një 2 muaj kishim produkte për qajt. Ashtë një pishtaj e ti që i na furnizau merë, se i mjelim vend, ka gjis, ka djath, ka hir, ka... ata i kina shtojnë qaj mali, kina shtojnë mjalt, sharit. Dhe me thënë janë kitë produkte bio që mund kushdo që jo intereson për këto produkte mund të vaje e në të vërtetohet për shien që jo ofrojmë ne. Unë besoj shumë të... Qyteti ka pas nevoj për një diqon t'il. 100%. Po. Edhe për atë je dhe këtu e po është aktivitetin tonë fakt të shoh që 5 vjet. Kur e po është diqonin, mendoj se ne si medium do të mbështetim njerëz që punojnë me ushqime të shëndetshme, pasi ne kemi nevojë për lezetshmëri që jetojnë sa më gjatë dhe janë lezetës të rregullt. Kështu e kuptoj mbi të gjitha ti e ri dhe do të t'japë krah secili që sheh se të rrallë janë njerëzit e ri që merren me fermë. Fiks ashtu është. Unë mendoj se këto lëmi duhet përkrahur pi medjave, nepse s'kena pas mungesë, se ne ka pak e në për rrjetet sociale shtash digone, jo TikToki, Facebooki, e promovojmë. Ama është më herë, se ka njerëz, shumë njerëz ka energji se din ku ndodhet. Për shembull ka nevojë ta marrë një produkt piktinë që folim, ama se di se ku ndodhet shoqë. A është krejt aktiviteti ferma, sa është e levërdishme pasi ti u thu të rive merren me fermë, ama njerëzit duhet ta dinë a ja vlen me parë. Nuk ka nevojë të më thuj shumë, nuk jam interesuar se ajo është kontabilitet, nuk është emision. Tregom a ja vlen. A jetohet mirë. Po, unë mendoj se po, se vetëm duhet punojsh. Po, normal. Gati s'ka kur qo, duhet t'i përveshish krahat punojsh, për ndryshe ku të shkojsh o vlla duhet punojsh. Po. E në taj, nëse krijosh një mini ferm, atë duhet ta menaxhosh vetë ta ecish përpara. Momentin gjitaj si ataj s'ka vlla kush. Po. Punëtorët i ki, okej, ama me s'kon taj prezent ataj është motivim ama motivim financiar ka. po, mendoj se po. Okej. Shumë mirë. Është për një të ri, nëse hapon një mini ferm, besoj në fillim do të punoje fort, ama që në fund t'ja vlen. Ta di, kjo është e sigurt. Normalisht se çdo fillim është i rëndë, se si do ta di e Po, këtë. po, po. S'ka fillim të lehtë.
kitë kina nejs pin 0 e nalt. Po, Ama do t'ja arrish vetë t'ja dalish. Dikush prej minus, Po, ka në për minus gjinajsin. si ishte ajo thënja, desha e lumë të dalë në Ne, zero. unë mendoj se njerëzit sot duan veç paret shpejt s'ka valla. Suksesi arrihet shkallë. Nëse me një sukses të i bëjsh bum dritë të dish nuk është shumë profitabile, shumë e shëndetshme. Po, edhe nuk Tjetër është kur e bëjsh shkallë. Do Po. thënë, ne e shion çdo shkollë. ne kena pas djenë të unë dhen ferm, unë jam i treti bres. Papi jem, ma përpara, e ne në fund të ramë përfundim se duhet ta shtojmë si kapacitet. Okej. Blitëm ala dhente, blitëm fermën, ama ne nuk e patëm suksesin ati që i blitëm dhente. Më thonë, na ka shku 5 vjetë, i 6 vjetë. Më thonë, suksesi bëhet shkallë, nuk mund të i dritë, une sot i kom bli 100 copa dhene, nesër du t'i bëj 100 euro. Shembull i marë, po. 1.000 euro ditë. Nuk mund isha vlla, duhet punojsh të për atë, ta zhvillojsh, ta të kese risi. Ama në fund t'ja vlen. Ato gjikan e din. Paka shumë fermerët s'janë të knaqët me shtetin, me subvencionimin, deri diku, ama kur, nëse i ke di marish ato pare di marish. A çfarë deshta të pyes next? A ja vlen? Shteti, do të thonë presish për shtetit? Po, te dush dhe presish për shtetit. Po. Nëse je si kooperativ e regjistruar në shtet, te subvencionimin do ta marrish për shtetit, apo jo, se na jo një dimes e marrë. Pagesat. Pa deri diku, shumë të nëra. Shef, shteti qëllon ti heke këto fermerët gjion ma pak të vakrije pagesat në rregull. Okej. Të gjikan ma shumë u vejnë pak si ma zorë. U vajni natë. Ama i lëshojnë, vonojnë ama i lëshojnë. Apo ato janë pare, po pyetja tjetër është e tash, a mundesh pa shtetin bosh fermer? Po mundesh. Ka plot njerëz që Nuk janë sistem. në sistem ose të regjistruar si ferm. Plot ka gjinjo fune. Ka dhe njerën e ma merë, ka dhe njerën ndashta e ma keq, po e di. A të mbron diçka shteti nëse i regjistron 100%? Po të mbra, se puna o kitë të subvencionimi, nëse ta i s'ndajfën shteti të i së një mlojsh argjimet. Okej. Kuptesh. E në këto gjisjon të regjistrohem si ferm, e në këto marrin subvencionim. Ama është privat, valla. Po. Mund t'i shese kingjat, Po. pa e të kërkont, ta gjeje vetë se ku i shet, ku ja shet ndash privat, ndash në shtet, Çmimin ku të e di unë, caktojë po. vetë, Çmimin e bon si do vetë, veç nëse ja pranon klienti që po. çmim. Nëse mundi sheti, vllagush ndalën Po, ta. A e një tregun e Ballkanit, domethënë njëjtën lëmi si performojnë shtetet Kosova, Shqipënia? Po paka shumë Kosova në Shqipënia janë njëjtë si ne. Okej. Çat sisteme kanë. Nuk ka dhe një farë ndryshimi. Ja për Ballkan se di, valla, s'kom dhe një eksperiencë. Mendoj se funksionojnë ma mirë se ne. Po, përderisa ka më shumë Po. banor. Po. Si, domethënë komunikimi se si është me fermerët e Ballkanit, a keni çfarë lloj ndani përvoja, ndani domethënë shëndetin e kafshëve ta diskutoni, a keni ndonjë forum ku mund të diskutoni? Shef, realisht ne e kina çka të merr dhe lidhna prapë te shari. Okej. Tokë përbashkët. Lopët ose dhent mund të jetojnë shumë më shëndetshëm kur i lëshosh se sa kur i mbash shtallë. Po. Unë nuk foli për kësha eksperienca se ne kit gjikina, lop, dhen, kol i mbam kit lësham. E në ajo është shumë më e shëndetshme se ha kullos, lloj kullos në atë sharit. Kullos zoti. Po, unë nëse dhe i kisha lopët shtallë, do të kallëzesha për eksperienca se si është i mbash. Se shef, ushtimi i paketam për lopët ose për dhent nuk është i shëndetshëm si gjë është ushtimi në përbjesh gjikullasin vetë. Po. Për qatë ne s'kom dhe një eksperiencës për ushtimet se gjë përmban. Ama mendoj se mallin, gjekina, ne këto janë shumë mund të hash e në produkte se automatikisht kur do haje delja shëndetshëm do hash në taja, kuptesh? Unë ashtu eksperiencat shtallave se me gjë ushtjenjë s'kom. A ke shku ndonjëherë në vizit
të në një shtalle e madhe jashtë shtetit? Jas, unë personalisht jo. Janë konë vllai, prindi, lopët kur i kina marrë, se kina marrë për jashtë shtetit raca ngus. Ato e kam pasë si funksionon, çfarë sistemi ka. Po, bëhet fjalë mrenda, më shehelen ato. Okej. Se lopët që i kina marrë, ne e kënë me një vend të ftohet, janë parapame që mund të adurojnë klimën minus 30-40. Në zeftin pikavejnë ato nuk e durojnë. E në këtu si o ambient unë? Këta o flat, mund t'i përshtaten sharit. Se shari janë normal për erë ma i ftohet për kitë zonave këta të ne. 5 vjetarë shme shka të bësh? Pun vllachko, fort, zgjerim biznesi. Vukallëgjëm njerëzive se në ne dim. Vukallëgjëm se jina ferm, gjigante. Plan beske. Tapim një shembull, një mesazh të të rritë me punë mërohet. Ani pse i e bujk. Ama mund t'i mbroj shumë sende me bujqësi. E ne vaksha dhonë të rive një mesazh, mos u lakmoni vlla me pare të shpejta, grani punës fizike se e na e shëndetshme, e na është e pastër, e na është profitabile, vonë nuk është asnjëherë, vlla. Mund t'ja nesish pish tani ku i e pin zero, veç i losh punë tek qia e në nesish në ferm ose ku ta di unë një punë të shëndetshme, fillimisht. Do një me punë të këqia që ka njësa, dhe kështë marrë, kështë vunu? Me njerë, me gjithë knajtësinë teme. Nëse i përballon, se shumë njerëz e nëse se i përballojnë kësaj pune, se njerë fillimisht, po, fillimisht duhet t'jesh i mësam, nuk foli për viti, se unë se kom problem, ku do që t'nejsi. Ama për një fillestar, që sa marrë mas i punë, e kësha marrë vlla mas viti një 3-4 muaj. E kësha sistemat. Si qirak? Po, gjithjese. Vesh, Ka pak, pak a gjithë, pak ta, po. Vetëm t'kesh vullnet dëshirë për po. Mendoj se te ishe shpëtim për se cilën që ka vendos ti ke rrugë këqia. Kujt do që jam merr mendja, vej vlla, punoje me këtë punë, unë jam i hapur. Ne të më kontaktoje, e marr mas viti cëllë sezonën. Ta shoh pak si funksionon, si është jeta reale, o vlla. Po. Unë e di, edhe po qatë. Po, pak a sham tej, Po. qëse ju dhe i... Veç se 2 vjetë kom nesë, Po. edhe unë të kuptoj krejt. Më thonë, kimia e muhabetit është e kuptueshme krejt. Po. Shpresoj se njerëzit do të kuptojnë edhe sa më parë të ikim prej qyteti për të marrë me fshatin se Të jetojmë shëndetshëm. Jetojmë Thena shëndetshëm. si në kohët më para. patjetër. Ti mund ta mbash telefonin, ama mund ta përdorish telefonin të informohesh për punë. për punë. Shumë faleminderit për kohën. Venar falenderit e netaj për mundësin, shpresoj që njerëzit dhe shohin dhe kuptojnë përgjina të fol, e ne i mirëpresim vlla, dilnin malë sa ma shumë se ja vlen. Energjia e Po, gjellë. energjia, të paktën një vikend, se unë e kuptoj, okej, se kina kitë mundëse në zonë, të paktën një ditë vikendit duhet dalish. Suksese në tajnë punë, Faleminderit ishte shumë. knajtësishës, Knajtësi, për shëndesit. Falenderit. Ky emision mundësohet nga